Mirëmbrëma të dashur miq. Sot me thonë drejtën kemi një nga personazhet më karizmatike të Shqipërisë tonë të vogël, por ky njeri me mendjen e tij të madhe mu shpeshherë më bën mendoj gjatë. Shpeshherë më fut në ankth, shpeshherë më fut në gëzim, shpeshherë fut në mendim. Me thonë drejtën, unë sot e kam thrit që t'i them, or miku im, po ka trimër burë se s'jom t'u morë vesh. Dhe ky është i madhi Fred Cato. Mirë se ka ardhur. Falenderit Luc për ftesën. Nuk e mendonja ndonjëherë që mund të ulesha me një oligark, sepse unë gjithmonë jam ulur me njerëz të thjeshtë, kështu nga pikpamja e pasurisë. Po qite fjalia para. Sako, pak bone mirë që the, po çfarë është definicioni oligark për ju? Sepse përdoret rëndom Shqipëri, dhe jam dakord ka, po çfarë është definicioni oligark? Po më flasim fjalë se ja morë frymën direkt. Me gjëra, Jo, dakord, të them unë, po unë ja thash me humor sigurisht. Jo, nuk jam për lucën. Jo, po oligark është ai që ka shumë pushtet ekonomik dhe pushtetin ekonomik e transferon ke pushteti politik, duke futur njerëz në të gjitha llojet e pushteteve, në pushtetin vendimarrës, që është pushteti i parë pra në deputetët, në parlament, fut njerëzit e vet nëpërmjet influencës ke krerët e partive politike, ke të dyja krahët ose ke një krah, po zakonisht oligarkët veprojnë të dyja krahët, kështu që e rekomandoj dhe Lucës taj që ta ketë parasysh. Pra jam dakord që përfitojnë. Kur i ndihmon t'ja për shembull 60% atij që mendojnë që do fitojë dhe 40% tjetër se do fitojë radhës tjetër. Përfitojnë nga politika nëpërmjet fuqisë ekonomike duke bërë ndryshime ligjesh. Po, dhe ligjet i bëjnë që të jenë në favor të pakicës. Në favor të tyre, në favor të tyre. Jo në favor të shumicës. Pra, oligarkët dëmtojnë dhe dobësojnë demokracinë. Demokracinë edhe ekonominë e tregut. Oligarkia është pjesë e demokracisë në pamje të jashtme në aparencë, por demokracia më funksionale është demokracia aristokratike, ku aristokrat janë njerëzit që trashëgojnë nga familja një kulturë të lartë sipërane, që pastaj e transmetojnë në institucionet qeverisë, qoftë ligjvendëse, qoftë ekzekutive. Ke fjalën për monarki këtu? Jo, për shembull këto demokracitë e vjetra, ta Athinës për shembull, në kohën e Likurgut, në kohën e Demostenit, këto kanë qenë aristokratike. Edhe Shqipëria në fillim ka qenë në vitet 91, mbas vjetëve të 92-shit, nuk e kam fjalën për një parti politike që fitonte, e kam fjalën për të dyja krahat, kishin intelektualë dhe njerëz që në fushat e tyre ishin të spikatur. Imagjino ka qenë anagnosti deputet që unë se ko menu kur, edhe ai se ka menu një herë që do merre me politikë, qoftë një me zotin. Do të se e ka kënë skalet, por ju thoni që kishte elita intelektuale. Këto elita intelektuale, në thëjza, dhe më falë se më pëlqej ky debat me ju sot. Fjala intelektuale, unë kam 35 vjet në Amerikë dhe në Perëndim nuk përdoret. Është rudiment i regjimeve komuniste që vjen nga Rusia. Nuk kam ligjuar 35 vjet në Amerikë siç përdoret Shqipërinë në çdo natë televizion, intelektualet në intelektualet, intelektualet në intelektualet. Pra, në fakt, ne nuk kemi pas elita ndërgjegjësuese, ose po t'i quajmë intelektuale. Osyç, po përkthej njerëzit që kanë dhënë më shumë kontribut për Shqipërinë tonë, kontribut mendimi. Tu ta ka fjalën. Prit. Ja, një minutë. Kemi pas elita, njerëz thonë dhe po të kam një. Sali Berisha si mjek ka qenë mjek shumë i aftë. Por si intelektual ndërgjegjësues, zero. Shiko, nuk e di a bie dakord. E kuptova kur ke fjalën ti do të thuash me të drejtë indirekt që jo çdo njeri që ka bërë një shkollë të lartë e meriton të quhet intelektual. Unë për veten time i ndaj kështu njerëzit në 4 grupe. Grupi i parë janë po nis nga poshtë lart, që janë shumica, që mund të jenë 90% e popullsisë, jo në Shqipëri, po në tërë botën. 90% janë të pashkolluar dhe të pandriçuar nga Zoti, sepse ndriçimin ta jep Zoti, zgjuarsinë.
janë disa për shembull njerëz të ndryshëm kanë aftësi për shembull për të komunikuar me universin në mënyrë të pandërgjegjshme, qoftë edhe natën duke fjetur në gjumë, ti merr informacion nga universi, sepse universi është ndërgjegje. Dhe ajo që quhet në hierarkinë e krijimit në shumë qarqe okulte që i din gjarat më mirë se sa shumica e njerëzve, ajo quhet pleroma dhe është ndërgjegja universale dhe ne marrim informacion nga ndërgjegja universale dhe në gjumë. Ti për shembull, nëse ke një shqetësim për shembull në zanat, për shembull si ta bëj unë këtë gjë, Luca për shembull, si ta bëj, ku ti investoj, ky një ditë pas 3 muajve që e ka vrarë mendjen, ngrihet dhe e ka gjetur se çfarë do bëj. Nuk e ka gjetur ky, ja ka dhënë universi. Më kupton, më beso, që janë edhe njerëz që kanë aftësi të veçanta, kanë domethënë kanë ndriçimin ynor në fushën e vet, kudo që janë. Dhe tashi ka njerëz që janë të pashkolluar, që janë shumica dhe janë të pandriçuar. Këta janë shumica që janë po si e shpjegon që Shqipëri prit ti them 4 kategori dhe klasë. Kategoria e dytë janë të shkolluarit pak me shkollë 9 vjeçare ose të mesme, po kanë ndriçim. Më kupton? Këta për shembull kush janë? Hipokrati në Lashësi. Ishte babai i mjekësisë, nuk ishte bërë universitet. Ishte bërë pak shkolla atje, fillore në shkollat aty ku ka jetuar, po kishte ndriçimin ynor dhe u zhvillua në atë fushën e mjekësisë. Kjo është kategoria e dytë. Këta mund të jenë 3-4%. Pastaj vjen kategoria e tretë, që janë të shkolluarit të pandriçuar. Domethënë këta që quhen intelektual, po që janë të pandriçuar. S'ka ndriçim nga Zoti. Ai thotë kam shkollë, po ai është ignorant. Më kupton? Më beso, ai di matematikë. Po matematika sot na duhet se aku kemi tabelën e shumëzimit të bëjmë tu. Kupton? Jo, këta intelektuale se amos un kom qef këta se këta që amon referet se unë vdes për këta analistë. Unë luj mesh te kjo e treta, se këta janë intelektualet që janë tabula rasa në kokë edhe marrin përsipër për me botë të gjithë logjikën njerëzore. Dhe unë kom përshtypjen që du një gjykim për jush. Ore këta njerëz që quhen intelektual, që syçi me drejtë e boni pyetje, që dalin në emisione televizive. Si mania. Janë riprodhusa të asaj që lexojnë, ja kanë bë provën kur flasin për Sokratin, për Euripidin, për Sofokliun, që i kanë lexu dhe janë riprodhusa shumë të mirë, thonë shprehjet e tyre edhe në mënyrën më perfekte. Por aja kanë bërë një provën aty në fjalëve. A ti gjykojnë ata dhe ta vënë kontekstin e gjykimit dhe të mendimit të Euripidit, të Sofokliut, ta vënë në një realitet si që është sot. Din ta vënë. Se më doli gjumë që të mëndhe për tani mund. Se këta e krevemër, kuptoni këta e krevemër. Ma në tha i për ty, nuk tha shumë. Cako, Luca tha i jo shumë bukur. Dhe unë dhe të them atë që ti duhet të diqë. Riprodhusa, që janë intelektual. Pra, nuk jenë intelektual, në që se ti ke marru dhe një shkollë dhe riprodhon, vetëm riprodhon atë që ke lexuar. Po, kanë su gjutë huj. Einstein thot, më mirë ti jesh krijues i pa akademi, se sa riprodhues. Këtë që tha Fredi. Pra, ajo që ky, për shembull, është krijues, fakti që ka kriju këtë biznes. Se ti e quajtë oligark, po ky është nga ato oligarkët që... Jo, kryo-oligark. Kryo-oligark. Ja, mos ma haj. Po, mos. Kryo-oligark. Mos ma haj. Po, problemi është që kjo temë që duhet diskutuar fa kjo oligarkistë në Shqipëri, se e ka dëmtu shumë Shqipërinë dhe sot kjo është po botë e rëndë edhe në Amerikë edhe në Perëndim. Krijuesi më i madh në botë, në shkencë, është Nikola Tesla. Unë jam i vetmi që i kam botuar monografi. Po jo, për këtë që po të që je shumë interesant. Më falë, do kalojmë këtu, po unë du të bëj një oponencë për ato 3 parat. Unë s'kam thënë të katë. Më falë, dakor do shkojmë. Thej një gjë shumë të madhe të ke para, që unë kam dëshirë ta shtjelloj me veten time, se dhe unë s'kam për herë këtu. Dhe bashkë kemi nejt, por nuk kemi për këto biseda. Tashti, jam shumë dakord që se çka e një frymë, që njerëzit që... Kam edhe frikë se mos të treqin përmendjen që më ke thirrur mua këtu, mos të shajnë nga lartë, nga komiteti. Ja marrë burë, s'kam... Unë çudita kur më ftovi mande. Jo marrë burë, jo. Mos e kia të kompleks fare. Dgjoj, për çajt, unë të njëjtën gojë si e keni ju e kam dhe unë. Tashti, për thonë vërtetën, jo për çajt. Tashti, unë jam dakord që ku shtrihesh,
ke net të tëra që i qohesh prej gjumi me një zgjidhje. Dhe kam nitë e vetja ime. Por, me 10 net që unë kam qenë në kërkim të diçkaje, unë e kam plotësu trurin tim me informacion, e kam plotësu trurin tim me mendim, e kam plotësu trurin tim se çfarë du unë të bëhet, por pa gjithë zgjedhjen, jam dakord. Dhe duke e kariku veten, është e vërtet që në mëngjes, kur jam qu i herë në mëngjes, për një problem, për një ekuacion që i kam thull vetes pa fund informacion, jam qu dhe kam thonë, po kjo është zgjedhja. Po ta shpjegojmë, ti zgjerova pas. Jo zgjerova, këtë du të shpjegoj, se jam plotësisht dakord me ju. Por ama vetën time, unë e kam sforcu duke i fut informacion për këtë ëndër që unë du ta bëj realitet. Pra, duhet punosh që të vi dhe... Jo, një minut, se shumë interesante. Një minut. Njeriu ka 2 tru, ka trurin e majtë dhe trurin e djathtë. Njeri është truri racional i majmunit, sepse njeriu është krijuar nëpërmjet elojimeve nga majmunët. Me fjalë kjo që e ka Eva Adami dhe ata mund të jenë të bërtëparët në këtë formë. Dhe truri i elojimit është truri intuitiv. Ndriçimi vjen në trurin intuitiv. Ai nuk fiket kurrë. Truri racional, që 2 bën 4, do ta marr tetave atje ose të marr këtë ta mbush, ose kur zbret shkallët e kam mendjen atje që të mos rrezohem, është truri racional. Tashi veprimtaria e njeriut është si rezultat i 2 proceseve të mendimit. Dhe me trurin racional është ajo që ky kalkulon, bën, ama ky nuk vendos dot, megjithëse kalkulon. Vendimin e jep intuita. Ja jep në fund, ja jep ai natën. E di, tash për ta forcu këtë që thot Fredi, më ndigjon blet vëmendje blet. Më thot njëri mua, më thot, Luc, po mirë i thash, buri menshëm, si ka mundësi i thash që kur dal për shembull të ngrej një problem, nuk di nga më vin fjalët. Sinqerisht, unë maj fjalë, kam majtë fjalë, dhe 20 minuta kam qenë shumë i ndjekur, kam nxjerr shpirtin tim. Pa menu fare se çfarë do flas. S'di kam vin fjalët. Më tha, Luc tha, e di si është puna jote, më tha mua, për të mbështet këtë tuaj. Unë e thash. Puna jote tha është që ti tha, nuk i ke gjonat me nota, i ke muzikën me vesh, nuk i ke muzikën me nota. Kjo është intuita. Dhe kjo është fuqia e genit, në mendimin tim, Shiko, geni hyr këtu puna apo jo? Si syne, atë do të thesha unë, kur një poet kur thotë që më ka ardhur muza ose kam frymëzim, është momenti kur ai ta le, ta dhjet tavolinën e çohet ikën thotë. I ka thotë, dalë mos e në ulëm për ditëlindje. I ka thotë, kupton, se i ka ardhur muza në atë kohë, i ka ardhur intuita. Nëse nuk e shkruan momentin. Nëse se shkruan atë momentat ikën. Dhe unë nuk e di Blemane se si ti me këtë njeri bën sherr në Top Channel, unë nuk e kuptoj. Ja, nuk e kuptoj. Artistët, mu ky njeri më ngop valla. Veprojnë me muzë. Edhe në qoftë se ka pasur një njeri muzë, ka qenë baba i këtij. Unë jam i sigurt që ai dilte nga skenari kur fillon të fliste dhe asnjë nga regjizorët nuk i ndryshon se e shtonte ai ka qenë shef xhirimi. Dakor, po ai e shtonte më të bukur se regjizori. Edhe ti ke intuitën e babait. Ti del këtu pa pasur mendjen se çfarë do bësh në sekondë fillon ka qenë nershme. Sako, e din sa filma në ka dalë jashtë skenarit? Ai një Kadriroshi 2 aktorë tjerë kanë qenë gjithë gjiganta, Sulejman Pitarka, Prokop Mima, Peliade këtyre kanë qenë mëdhej, kanë qenë gjiganta. Kur thot gjithë i përmbledh gjithë. Jo më të gjithë, jo tash po, ata që kanë qenë kolosë. Mos dalim nga tema, lutem. Sandër Prosi, Sulejman Pitarka kanë qenë njerëz që rinin ishin gigantë, rinin në shina. Kurse drejtë nuk ndën shinë vllata. Po ta shikoj tjetrën e dallave, ja dhe ky ashtu. Klasiki bisedë, se e katra. Shtreza e katër janë të shkolluarit dhe të ndriçuarit. Tani zanë çik që pari. Shkencëtari më i madh nuk është Einsteini për mua, është Nikola Tesla. Nëse unë thash citova Einsteinin. Një sekond. Ç'a bën Nikola Tesla? Nikola Tesla flinte gjumë, çoheshin mes natës, ngrihej ju vinte atyre në torneri, në ku kishte ato raportet, shpejt apo nuk vizatonte asgjë, s'dinte të vizatonte, po tërë shpiket më të mëdha në botë, domethënë më të mëdha që punojnë makineri të
në fushën e elektroteknikës, në fushën e mekanikës, dinamo që kemi në për makinat gjitha, ajo i ka bërë atje, i ka thënë bëj një skatull kaq, jo edhe në qik më të madhe, as nuk e di se sa centimetro, dhe pak më të madhe, i thot, po aty, bëhen torno, i thot, bëhe, tash do t'i bësh një muzo këtu, do t'i bësh një që, ka shu, e bënde dhe dilte dinamoja, dilte generatori, do më thënë me intuitë, çdo gjë, do më thënë shkreftari me vesh. Tash ti nuk ka vlerë ky Nikola Tesla mos jetë gjaku jona, ka një lidhje me ne ku apo ja? Ja. S'ka lidhje. Për ta bërë sa Nikola Tesla. Ka lidhje? Po ka, se nga lika e Kroacisë. Është katolika qenë. Atë fillojmë, në vitet 80, Fred Sako ka roba me veshje shqiptare. Deri këto mashtore që i bot gjysë shqiptar për Një minutë. Në vitet 80, Fred Sako Aleksandrin e Madh dhe për Nikola Tesla edhe për Skënderbeu janë grindje me serbëve, grekëve dhe shqiptarë. Flasim pak më vonë. Aleksandri jam dakord me ajo. Në vitet 80, Fred Sako lë Korçën dhe vjen student në Tiranë. 88. Vitet 80. Po. Fund të 10-s. Si e gjete Tiranë? Që në banja ment atje rinda me Skënderbeu dhe anët me pirokolete. Si e gjete Tiranë dhe çfarë marrëdhënie kishe me çuna tiranëse? Shiko, unë në fillim në Tiranë kam ardhur në 86-ën, erdha 2 vjet ushtar, po si çik bir kurve që isha unë, shpëtonja nga reshti, nuk rinja atje. Ja, po nuk e qenë pak shumë. Vinja rinja 3-4 orë në mëngjes, nga që më kishë ndihmuar fati që kisha mbaruar shkollën e minierave, kisha punuar dhe 6-7 vjet në minier dhe kur bënim këto tunelet këte nga Dajti me Gjenjon, edhe këta oficerë dinin shumë më pak se mua. Edhe më kërkonin ndihmë, theshin Alfred si bëhet kjo, dhe unë ju rinja atyre ushtarëve në koka, dhe u bëra si tip brigadieri atje, kupton, me gjithë se i kisha biografin shumë të keqe. E fitove. Po ma kishin nevojën, dhe mbas dite ikja unë dilja, e rinja këtu ke atë sheja, unë me qunat e atë shes, aty kam dajnë të E ura të bagë. Unë nga ngjitur pallati midis gjykatës së apelit dhe atë shes. Ka shëja poshtë Kelana. Po Kelana, aty kam dajnë të edhe dilnim rinim me ndonjëherë syçin e ngacmonin. Ura të bagë. Shiheshin brapa ferave aty përballë ke bordura ca çuna aty, e thrisnin, no syço, ktheheshin syçi. Kush po Syçi ka pas vesin e Shabanqosës. Edhe kur se ngacmonte kush ngacmonte gjithë dynjon, thotë se s'po ngasi. Ka qenë i lëvizur, kështu e mbajnë mend. Xhogjë me vrape. Më poshtë. 88 student inxhinierisë minierave. Po, 88-ën brezi juaj ka qenë me Bujar Leskajn, me Fatmir Mediun, me Robazën, Lutfi Dervishi. A jeni ju vërtet student e dhjetor që përmbysët regjimin apo regjimi përmbysi veten? Se ti ju shpesh e mbureni me atë dhjetor. Në 99% është kjo e para që ti, pastaj ne ishim, domethënë regjia u krijuar nga regjia e madhe. Nga Shoku Ramiz. Pastaj ne ishim aktor të vegjël aty që luajtëm atë rolin tonë. O Fred, po mirë pse nuk thoni herë këta njerëz vërtetën që dalin që të gjithë që kemi bërë nomi, kemi bërë revolucion. Po revolucionin e bën çunat e Tiranës. Po nga erdhën ta nga Maja Malit ta dhe na thonë ne kemi bërë revolucion mes Tiranës me studentë. Pse apo? Shiko, çunat e Tiranës nuk dolën në protestat e vjetore. Kush nuk dolën? Nuk dolën. Cili? Ne u bënim thirrje, shiko. Më 8 vjetor, kur kemi qenë aty ke mbi institutin e higjienës, që ndahet rruga me atë rrugën e këmbësorëve. Për shembull, me 8 vjetor filloi historia? Mirë, ka filluar që me ambasadat në Korrik. Jo, ka filluar që në janar. Jo, s'ka filluar historia atëherë. Po si të jemi të sinqertë, historia ka filluar që kur ne kemi filluar me datë mirë nga keqja. Historia për me fillu me utall me regjimin për ne, ka fillu që në moshën 5-16 vjeqë. Po, ajo me anekdota me kështu. Jo me anekdota me gjona, por unë jam duke të thonë, unë po them atë që di. Ti ke nga Korça? Korça marrët nga qytetet më të emancipume bashkë me Shkodrën. Ato 2 qytete kanë qenë. Përveç asaj ka qenë Tirana. Edhe Elbasani. Tashti edhe Elbasani. Tashti më shpjego mu, Fred. Kanë ardhe e kanë bërë komandën në Korçë katonarët? Apo kanë ardhe e kanë bërë në Tiranë? Kur? Në Kotë e Verit. Në Korçë, Korçarë dhe që zotër diskutojnë. Po dhe në Tiranë kanë qenë Tiranë.
Tirana ndryshon pak se Ishte Tirana ka Tashi, shumë nga rrethet. Fred, unë do të kundërshtoj për Gjon. Qofse ti e ke përjetuar, qofse ti e unë i njoh gjithë çunat e grupet e Tiranës gjithë. I njoh çka kanë qenë. Jo, Fredi, Edhe pas 90-të. Unë do të kundërshtoj për të thonë diçka të vërtet historike. Nuk du të kundërshtoj prasi sem. Dhe unë kam dalë para mediave dhe kam thënë konceptin tim, që para 90-s, zonat rurale kanë qenë bullizum. Sepse ishin bullizum nga kontrolli i partisë, nga sekretari, nga brigadjeri, nga kryetari, ta marroj sëqë. Nga kryetari, kishim njëri tjetrin që rishim ne rishim në komunitet. Edhe Tirana ke qenë mini Pastaj minorancë mos fillojmë bëjmë debat tash mbledh se kemi ardhur për këtë tash. S'kemi ardhur bashkë. Unë du mendimin e Fredit. Të gjithë njerëzit që vinin në shkollat larta, për shembull unë institut arteve, në klasë time kam pas 6 antar partie. A mund menosh dot që të vinin nga rrethet antar partie dhe të boshin artist? Ku janë ata sot? Me përjashtim Kiço Londos, që ka qenë një djalë kaq këmbgulës dhe kaq pasionant, të gjithë tjerët nuk i përmend kërkush. Tashti, këta njerëz që kanë ardhur nga rrethet, nuk kanë kaluar pa u kontrollu nga të gjithë ta dhe pa shku patrokit të dera. Ndërsa Tirana ka pas një frym tjetër, se ne kemi jetu në komunitet. Ndërsa rrethet nuk kanë jetu në komunitet, aq sa duhet. Dhe unë mendoj që e gjithë klima që u krijua sepse erdhi momenti në botë, e para, kupton Ramuri i Berlinit, dhe e dyta, njerëzit që e mbështetën më shumë këtë punë, ishin fëmijët e intelektualëve të vërtet shqiptar. Ky është gjykimi im. Kjo është gjykim ka një të drejtë, po është shumë më kompleks se ka me ne. Ahmet Zogu erdhi nga rrethet, nga provinca. Enver Hoxha erdhi nga provinca, nga rrethet. Ramiz Alia nga cila provincë, Ramiz Alia nga provinca. Jo, nuk jam dakord. Sali Berisha nga provinca. Jo, nuk jam dakord. Jo, jam dakord. Tirana. Jo, Ilir Meta nga provinca. Edi Rama nga Tirana. Ke vetëm dy. Ahmet Zogu, të lutem, të flas apo jo? Ahmet Zogu është formu shkollën e mesme në një nga kolegjet më të mira Stambollit. Shkollën e lartë ka qenë kaq burr i mençëm dhe ka pas familje kaq të mençme, kaq të fortë sa e hoqën nga Stambolli dhe e çun në Austri. Ky. Ndërsa Enver Hoxha, s'ka bosh shkollë lartë në Austri. Ndërsa Enver Hoxha iku studioi në Francë. Nuk përfundoj asnjë. Po çon si ka, mori atë frymën atje Enver Hoxha. Dakor? Tashi për kë e ke tjetër ti se s'e di. E ke për Nolin, e ke për Policën, e ke për çon si ka, e ke për frymën e rilindjes, kanë qenë të gjithë shkollën, kanë qenë gjithë fëmijë intelektualë. Ponica nuk ka jetuar në Tiranë, po flasim për elita politike, nga të cilët 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 liderët e fundit, 2 prej tyre kanë linë në Tiranë, 5 janë të ardhur, kaq. Unë jam i herë, unë nuk e daj Tiranë ashtu. Njeriu siç tha ky, Sako e lidh me universin, po unë e lidh dhuntie Zotit, ta jep Zoti për shkak. Ti ke njerëz, ti ke poetin ton kombëtar, njeriu më të madh që ka lind ky komp, unë them më i madh se Skënderbeu. Ka marru franceskanët. Po prit më ai është shqiptar. Po prit më valla. Ai është. Varet se çfarë shkollimi merr, çfarë formimi merr. I mat se u borti. Se marroi kishte kulturë, e kishte latinisht, e kishte serbokroatisht, e kishte rusisht, e kishte frëngjisht. Po lene më se nuk u them vjen, ti thua 9 vjeç ai shkëlqeu, e mori ai. Edhe i mat ka ardhur nga Maja Malit, po është shkollu. Nuk do të thotë kanë pas intelekt, kanë qenë vjut, po për unë jam për geni. Geni pra geni. Geni dhe shkollimi. Geni sigurisht shkollimi, tash unë po të themi jo, unë gjonat nuk du t'i veçoj me grupe me nda në formë raciste, krajinore, klanore. Ai që është javë, ai që ka mirësi, e ka letjet, ka det. Pra, unë jam dakord që provincat, sidomos Shqipëri, ishin shumë t'izolume dhe nuk kishin marrëdhënie shoqërore dhe kjo e bën njeriu të mos ketë mendim të hapur. Po mi me ta marrë,
Po pse çfarë bëni ti më tepër në Tiranë se sa në provinciale? Shkoje ti në opera për ditë. Po ju tyni si Gentile me shkip. Po s'mund të lëkur. Po po them se unë s'kam shkuar. Unë jam nga ata që shesin port, kam shkuar në opera, unë s'kam pasi opera. Se nuk e bëj ti. Unë i gjësha rock and roll. Kultura ishte brenda kornizave, biblioteka në Tiranë kishte të njëjtë libra, biblioteka e Korçës dhe Përmetit e Shkodrës. Estrada profesioniste, po këtu ishte çfarë formimi morë ti? Që mbajnë ratë e vajgurit. Po llapazan se paguajnë për të qenë llapazan. Gazetar jam. Nuk po them se nuk prishin mershin vajgurin. Po çfarë bëj? Problemi që në këtë Shqipëri, shoqëria më civilizuar dhe më moderne ishte në Tiranë. Jo të ishte në Tiranë, ja të themun. Sepse New York është New York. Los Angeles dhe katunet e Midwest-it. Shkrimtarët më të mëdhenj nga i keti nga Tirana, Tiranca, nga Terda. Nga Terdi Kandareja me dritroa gollin. Se Kandareja që ka shkrimtari më i madh. Që ishte beu regjimit, që shkrujti ku të kërkën rajën të tua parti, që shkrujti timën e monument e trakë. Edhe ti me Kino Studio që be politikës propagandës e partisë pra, filma e partisë zanë. Filma që fusnin për Viktorin në burka, ato pra kërë bërë, ti ke qenë një... Unë do të them te, pjesa që ka qenë dhe në Tiranë, se unë nuk i daj se Tiranë, se ke Tiranas idiot sa dush. Jo më resposomi që një idiot. E ke përmet njërës gjutë, e ke kors njërës gjutë, po ke dhe idiot sa dush. Fakti është që ne si popull, po më zemër të maroj, ne si popull kulturalisht nuk ishim ngritun. Dhe te mund dhe sot, 25 nga qenë 90%. Po ti po thosh e mi ngritur në Tiranë, se një ngritur. Po jo, po më të thash, ku mi gjotër, të tha i onë. Boja avokatina ti e për të tani. Jo, nuk e bërja, më falë të maroj. Avokatina vetës time bëj vetë. Vllai dashur. Nga rrethet kanë ardhur njerëz frustru. Dhe ne nëse po vujmë sot me këtë qeverisje, me këtë korrupsion, me këtë qeveritje, me këtë korrupsion, me këtë është historia, o blet tash nuk po luaj vota medalje, ne po flasim për të dhënë argumente njerëzit. Në gjykimin tim, mendimi im është ky. Pse unë ngrej këtë punë? Herë më duket më qesharakja që të menosh që erdhi demokracia sepse njerëzit që ishin në përrrethe ishin më përparimtar se sa ne që ishim Tiranë, që jetonin me njëri tjetrin, që ziheshin për librin, ziheshin për bukën, ziheshin për gjithë. Po mirë, unë po flas për shoqërinë time. Ah, mirë, Tashti Fatos Nano ka qenë kryetari i Partisë Socialiste. Unë rinte ditë natë me Gramos Pashko, me Dash Xhuvanin. Unë kom pas fatin me nejtë ma ta njerës. Dhe po të them, në ato tavolina, ku njeri ishte djali Thanas Nanos, qoftë mirë me Zotin, tjetri ishte Nipi Ramizalis, dhe tjetri ishte djali i herojt popullit, unë në ato tavolina rebele, kundër regjimit, unë nuk i kam një gju nasi vend Shqipërisë. Pra imagjinoj në kohë, heroj popullit ishte... Jo si pak, ishte prokurori që dënoi deputetet 47-ës. Gramozi është e vërtet që ka qenë komplet kundër regjimit. Ka që qërë të folim vërtet e pra. Po këtë po i them atit. Folim atë që për të folim. Dhe unë isha djali artistit popullit. Pra fëmijët e provincialëve, se prindet ty erdhën nga provinca. O vllai im. Erdhën nga provinca. Normal nga provinca është e vërtet që erdhën. Josifi nga Erceka, babai i tij nga Nokova e Gjirokastrës. Jo më pas pëmbleni me ushtellu, mëse unë s'ta thash këte. Unë nuk i ndaj njërë. Pse ke këtë kompleks ti, Blet, sepse ti ke kompleks. Tashti, unë jam një frashri dhe krenohet me frashëllit. Unë jam të të thonë në kontekst tjetër. Unë jam të të thonë kontekstin që nuk është e vërteta në Shqipëri, por këta njerëz që hynë dhe formun një parti në emër të lirisë, ishin të gjithë njerëz të nomenklaturës vjetër komuniste. Unë këtë du të mbroj. Nuk du të fy në mënyrë kategorike provincën, sepse dhe i matë ka nga provinca, dhe Mimika ka nga provinca, dhe shumë ka nga provinca, por me etjet mëdhaja për shkollim dhe për librin. Dhe genin e ka shumë herë më të fort provinca, se sa këto qytetarët që janë pa bosht. Tashi, ta myllë. është në vërteta në këtë vend për t'ia dhënë fjalën këtij zotnis që pjell e komunizmit është Partia Demokratike dhe njerëzit Partitë Demokratike kanë qenë të gjitha komplet. Kanë qenë studentë e dhjetorit. Ja pra ti kthemi bisedën se e devijum. Sako. Ja do ta shtedon që
Po mirë, ti bëj pyetje. Po Tash kemi ardhur për këtë, kemi ardhur ne. O Sako. Unë kam mbrojtur këtë tezën gjithmonë dhe kam thënë që kjo është një pseudo-demokraci ku të njëjtit njerëz që kanë qenë në atë sistem kanë vazhdu dhe në këtë sistem dhe e kanë marrë peng Shqipërinë tonë. Sepse nuk kishte grupe tjera. A ka tjera. më japi ky përgjigje? Mime që të dhonë. Ke pas grupe sa dushke. I Shkodër gjej grupe sa problemi është që... Tash ja mund m'japi përgjigje për këtë tash ka bëjmë përgjigje për të dy. Po pse e mëngjem se mundi të bësh pyetje? Po jo më ta bëjmë për të dy, po ndihmoj unë. Po ndihmoj. Kur them unë avokatin ti... Ne themi, jo më jo, ne themi kemi bërë revolucion. Po në pra unë mendoj që kemi bërë revolucion. Ne themi ke përmys komunizmin. Unë them që ne nuk e kemi përmys komunizmin. Ne themi që kanë ardhur nga elita, po, e vërtet, sepse ne nuk kishim disidencë. Dhe këto që shesin porës gjohet persekutumit, qefën si mitë në atë kohë se ishin një në tjetër. Pra, në mendësinë tonë shoqërore, unë them që ne nuk kemi qenë përgatit as për liri, për demokraci jo, dhe ne sot akoma nuk e kemi demokracinë, po unë i them demokraci. Dhe ajo që është më erona, unë mendoj që e kemi manipulu. Ta zoom frymën ne, tash me 3 fjalë që ta thash. O si s'lemë lut, e kemi manipulu dhe falsifiku historinë dhe vazhdojmë dhe e boni ky prap me datë 20 tashi. Për 20 shkurtin. Po tash më la fut, po tash pa ik tash. Tash ky pyet vetë përgjigje. Unë jam një njeri konkret që duhet pyes dhe kjo historia e provincës filloi për të thënë këtë gjë. Që për mua, Shqipërinë tonë ka kapur në dorë sekretarët e partisë, kryetarët e bashkimeve profesionale, brigadierët e ka kap lumpeni i komunizmit. Formuan Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, mbeten ato pak filizat pastra nga Partia Punës që ekzistojnë edhe sot e kësaj dite. Tash unë du një pyetje. A kam të drejtë unë në këtë pyetje që bëj, kush është mendimi jot? A është mendimi jot me mua se ky vetë pyet vetë e përgjigj? Lutem. Jo më sa gjë i kërkova aty. Mashtjellog. Pyetje të keqe s'ka asnjëherë. Tash mendimi im është ky, në lidhje me ato që folëm dhe pastaj do të dal këtu ke kjo. Unë edhe du me maleni që jemi me këto frymën e të keqes këtë vend që ne nuk dorëzohemi para të mirës kur du vetëm të keqen, negativitet, treqim poshtrë, du bëjmë shantazh. Po se kjo është qeveria, do po ka me ka komunist. Kohët e vështira sjellin njerëz të fortë. Po, njerëzit e fortë bëjnë kohë të mira. Kohët e mira sjellin njerëz të dobët. Edhe këtë po Europa sot e bota marrë. Tashi në ato kohë të vështira që ne kaluam, domethënë në pikpamjen e izolimit, të mungesës së fjalës së lirë që kishte ai sistem, të prosperitetit ekonomik që ishte shumë i ulët dhe njerëzit ishin të pakënaqur, dolën ca njerëz të fortë që rrezikuan. Kush? Më kupton, ata them. Unë në datën 8 dhjetor kam qenë nga fillestarët, ti themu 5 të parët kush kanë qenë, që kam dalë, kam thirrur atë natë 8 dhjetor. Kam qenë unë, ka qenë Admirim Mehmeti, një djalë nga Korça, ka qenë një djalë që merret kështu me tregti aty në Zapet Ardian, s'po më kujtohet mbi emri, edhe një djalë tjetër. Ishin 5 veta dhe ikën dritat dhe ne filluam po trisnim aty. E jam mbledhuni këtu. Dhe filluan të vinin disa njerëz dhe në atë kohë na vjen një makinë policie, ishte një shofer, një polici shëndosh, buri vjetër, një 60 vjet gati. E na foli me të mirë, tha çuna iknin, ne u mblodhëm, u bëm 20-30 veta. Po se dihet që e ka filluar miniera, këtë se mund do të askush. Dhe ne ishim fakulteti minierës. Dhe na tha ikni, tha se nuk është mirë, tha po ju flas si babait tuaj. Pak më vonë u grumbulluam një çik më shumë, erdhi Pirokondi lart. Pirokondi u përpoqte na kërcënonte në fakt. Ishim në menca 7-8 sipër aty. Ishte sekretari i parë. U përpoqte na kërcënonte, na foli me gjuhën e forcës. Tha, nëse sikni, tha, ata që janë regjisor këtu, tha që janë kryesor, do marrin masa, ne dim kush janë. Edhe kur iku ne i ram atje ke tavani i makinës, si asaj makinës Varshava. Edhe iku pasaj erdhi Skënder Gjinushin, çik më poshtë, është një çez më ka qenë atje, ku fillonin konviktet e femrave. Dhe, se si mbajmë emra tash. Skënderi erdhi dhe ndërkohë ishin disa studentë matematikës me neve që e njihnin, nuk kishte dhënë mësim ai. Ishte ministri i kulturës. I arsimit. Edhe kishin filluar këto që do bëheshin zgjedhjet, do dilnin bashkimet profesionale në atë kohë, të kujtohet, në dhjetor të tendencë.
Zgjedhjet të pranun me 11 dhjetor pluralizmi, s'kishte pluralizëm. Jo, ishi shpallur këto. Më përpara ishte shpallur, para pluralizmi ishte partit politike. Këto organizata ndihte. Pluralizmi mendimit. Pluralizmi mendimit. Edhe kur vjen Skënderi atje, Skënderin na ka hapur sy. Them të vërtetën, kupton? Na ka thënë, i tham ne, po pse i tham ne, akoma për ata antarët e byros politike, do votojmë neve, i tham ne. Tha, ore, për qa kini daljuve këtu? Edhe ju odhën këta studentët e vetë, Niko Kaçirotja, Klifundo që sot rektor. I thanë, profesor, i thanë, ne në institut e votojmë me kënaqësi, apo jo ata, tha. Ora, unë e di që kini dalë për pluralizëm politik juve sot, tha. Juve, tha, po a përdajni kot, tha, se qa flisni si u marrë veç, tha. A i në nguliti në kokë se qatë duhet flisnim. Po ka marru Francë. Po ja, pra e dërguara, ishte i dërguara. Se sa Liberisha s'ka shkollime? Do me thënë, i pari që nga ka folur ne për pluralizmi, qartë kërkonim, ka qënë Skënder Gjinushi. Po s'neri ka qënë, djali kujt ka qënë? Duhet të Ska pas në egoizm. Duhet të them të vërtetën. Dhe pasaj, dolëm poshtë Syçke Kopshi, që është mbi institutin e gjenës, aty nga kanë dalë sampistët dhe mbrapa sampistëve ishte një bëqe. Dhe brenda bëqes ne pam një dritë kuqe, lambe që po na filmonte. E ne ishim gjithë si shtëpisë fëmijës, 3 lloje xhupash ishin gjithë ata. Kupton, e fillovi, ndoshta mund ta kem thënë unë i pari që po na filmojnë, vini kapuçat, bëm kapuçat. Aty pasaj vjen një që ishte komandanti i gardës nga Tropoja ishte ai, nga pjesa katolike. Rema Bazi. Lek Bibaj. Jo, ishte një tjetër Ukcamaj. Nga Lek Bibaj. Dhe vjen ai dhe thotë, do ikni me të mirë, tha, se jeni dhe goxha djema. Dhe i tha njeri që është Abdyl Demirazi, që ai është për mua heroi i student dhe i vërteti. Dhe ai ishte, se s'dua me folë shumë, se mos në ndjekë, ai luan dhe ka qikumar. Edhe ishte djalë gangster. Po ishte edhe djalë shumë i mirë, në shoqëri ishte shumë, edhe ishte shumë trip. Edhe i thotë ai, po çfarë goxha djema tha me bluzat. Dhimbjen forcat e ku ka pas. Edhe i tha me këto bluzat e grisura, ne tha jemi goxha burra, tha goxha burri e ti, tha, dhe i tha mvodhën pistoletën, tha, dhe ishte si parull ajo, aty filluan po na goditën. Unë kam ngrënë 3 goditje, 2 në këmbë dhe 1 në kuris. Dhe ato shkopin të gomës nuk i kërkan të zezat. Më mbajtën 3 vjetë, dilja në plash, më 91, 92 një kisha ato. Pasi lek s'ke kërku për i persekutor? Edhe ne ta shi trisnim. Tirana është me ne atë natë, në 8 dhjetor. Tiranë si trinin ke palatet, aty që ishte i fur buke, aty përballë Kopshit, aty pallat që janë brapa ambasadës amerikane, pinin cigare të tmeruar atje nga balkonet, na shifnin e asnjëri nuk u afrua të vinte tynte më 8 dhjetor. Pa mon Tirana erdhin shesh, ë? Një, e para. Pasaj unë fordua gjithë qytetin. Jo, për debatin që bëtu të dy. Ka një gjë. Atë natë kjo është e vërteta. Jam dakord, më nuk po vjen dyshim fjalët e tuaja. Ka ardhur vetëm Ylli Pangoja. Ka ardhur ishte festa Ka ardhur Ylli Pangoja. Dhe ishte dita e vdekjes John Lennonit. John Lennon. Ato ishin mbledhur ke Instituti i Arteve. Tash bëjmë çik muhabet se historinë i tregon deri atje. Ky 1 minutë. Problemi është që ne libër me ngjarjet e dhjetorit. Po të shkruaj ta shkruaj me gjithçka. Unë një shkrim ke rëdaja 3 ditë që rëzuan Kronosi nga Olimpi. Çka ka ndodhur? S'është rëzu Kronosi. Unë kam gjitha këtu çka ka ndodhur. Sa ka dhe mirë ta shkruaj. Unë kam shkruar taksa di për korrikun. Është për gjithë 6 muajt e para deri kur kam qenë. Shumë mirë ke bërë. Po kapele pse e edhe ti ke vlerat e tua. Jo më s'është punë vlerash. Ke qenë rebel edhe ike me ambasadat, fole. Nuk e kam fare, nuk se kap individuale, por problemi është sa e më syç sa i vogël duket vetja para teje. Ja, 1 sekond. E kam këtu, unë du të kap, ne kemi një raport shumë të keq me të vërtetën. Si shoqëri. Dhe jo vetëm këtë periudhë post-komunizme, edhe në komunizëm, edhe që kur u kriju shteti shqiptar. Ne kemi ndërtuar me bazë. Unë thash në gjë pa vërtet. Jo, nuk hy fare individuale. Si shoqëri, ne sot historia jon është gjithë e manipuluar edhe e falsifikuar. Po, ke drejt. Këtë histori zyrtare që kemi ne. Po. Tash unë po të them, ju thoni për studentat, jam dakord. Dhe rinia, njënën tjetër situata, do t'i themi kontekstit Kosovë, rrëzuar, Rumania, iku maroj e punë. Por që nga janari, deri në 8 dhjetor,
ka pas gjitha televizjet në Shqipëri. Ka qenë Shkodra, demonstrata heshtur, Kavaja, ambasadat, ku ishin studentët? Po mirë, po në fushën e lojës mbahet mend tash i bën goli. Prit, ja 1 minutë, 1 sekondë. Goli u bën 8 vjetor, 9 vjetor, 10 vjetor. Dhe pluralizmi, unë po të flas me fakte. Unë nuk po vend dyshim fjalën të atë fare. Po të flas me fakte. Të gjithë partitë politike që u krijuan nga njerëzit e regjimit komunist, të gjithë ishin antar partie ose bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit. Pse nuk hapen sot e kësaj dite dosjet? Ti e di që ligjin... Jo, unë e kam marrë, e kam bërë unë ligjin... Jo, unë e kam marrë dosjen timin. Përse unë, Ilir Demalia, nuk kam drejt lexoj dosjen e Cakos. Na myte, po burr ke 2 vjet dosje të sti. A ka mos i më lut? Po lene burr të shi historinë. Po jo se tu më qifet djalli. Po qa më shide djalli 35 vjet nuk ka si njëri kuriozitet për atë punë tash. Jo si s'ka po i ke ka fushë dosje sa herë ulemi dosje. Po pranë ke o lut, po pranë ke këtë pra, po them ju bot vjetori. Sekretari. Ore këta. Do ta japim përgjigje. Dosjet nuk duhen hapur për gjithë popullin. Dosjet duhen hapur për funksionarët. Unë po shfaqte. Sali Berisha ishte komunist? Mos më lodh mundesh. Komunist ka qenë. Skënder Gjinushi ishte komunist. Pane është këtu Shqipëria. Gramos Pasko ishte komunist. Gramos Pasko ishte komunist me mendsi liberale, ashtu si Fatostan. Po lene flasun Fatos. Ore ti tash do me zbutat e ku ka. Ai po më. Ai jeton në gjumë ose që pra, nuk ishte një klasë që të vinte dhe bënte përmysje dhe nuk është bërë përmysja. Sepse në mars të 91-shit ty ti fitoj zgjedhjet pra partia punës. Ti këtë podcast tash se ky nuk ka njeri që ta fusë në Shina. Sa ulemi tash po ta japu përgjigje. Sa ulemi ky muhabet në dosjeve dhe unë jam plotësisht dakord. Unë jam plotësisht dakord që duhet mbyll kapitulli se kush e mori në dorë historinë politike në Shqipëri. Dhe këtë do ta diskutojmë. Tash mund t'i japim përgjigje këtij dhe të lutem, unë nuk mor pjesë më në bisedë, nëse a do të më a do të më rreth bashkëpunëtorët e sigurimit që di më mirë se unë, që gato që quhen lider. Tash unë kam qenë, tash po pse më valla gjithë kjo urrëti syç. Ti je gazetar. Ore ne duhet të shohim ku duhet shkojmë. O ti thut themi të vërtetën, tash do më mohut vërtetën. A jeton një gjuhë, e vërteta është kjo që po të them. E vërteta është kjo që është fakti. Ose një gjuhë mos sa dhimbshëm është kjo që do të them unë. Dosja e parë në Klan më ka marrë Blend Feziu në telefon dhe më ka thonë Luc, kam dosjen e familjes tate, mund ta lexoj? I thash Bled, ta lexosh në emision dhe po nuk e lexove gërm për gërm, mu nuk më ke mik. Më tha mu si flet me kaq siguri. Unë e di që kam pasur në shtëpi, i thash, dhe di dhe shumë gjëra që do t'i them ty kur të takoj. Dhe u çu tha do fjalë për mimikën e njëri tjetër dhe syçi ka thonë, dosja e parë fare. Unë kam këtu, ne kam telefon. Lutem, dosja e parë fare shafë familjes Luca. Takoj Blend Feziu, më thot Luc, si ka mundësi kaq shumë keni folë ju dhe kaq rebel ti e mimika keqe, dreka keqe të gjithë. I thash o Blet, një gjë këtu. Dhe ti nuk ke mllëf. I thash o Blet, një gjë këtu. Mimika ishte nga Gjakova, më duket, ëh? Jo, mimika është përmetare, Beleresh, Leskovit përmet. Frash. Po. Tash ti si e ka mbi emrin në vet Mimika? Samiu. Tash ti Najati. Najoma është e këtyne. Tash ti i them Bledit, o Bled, po, do të tregoj 2 gjona. Qa më tha mu? Unë i di 2 gjona të vogla se kush ka hyrë në shtëpi time si mik dhe kush ka shku te veni. Më tha mu, i di me gjithë me, më tha mu, po, i thash i di. Po si ke reagu, më tha mu? I thash, të 2 fëmijët, ati personi, unë i njoh. Ai njeri ka ndru jetë, unë kur i takoj e ta, i përshnes, ulem, pi kafe. I flas me shumë ngrohtësi. Po tha, nuk të bëj përshtypje kjo punë. Jo, mu më bën përshtypje shumë, i thash. Po ai regjim, kur ka spionu motra vllajt, gruaja burrin, ka hyrë deri në gjenes familjes. Ka qenë faj prindërve të mi, po dhe imi, se unë kom qenë ja 2-3 herë të veni. Që ne i kemi dhënë gojës. Pse? Se ai që një gjote mund ta merrte edhe për provokim. Ti e di se si janë fut njerëzit në burg atëherë. Megjithmenë ke lutë se kaq i gjërje, i thash kaq i gjër jam, i thash. Sepse ne na kanë pasyt dhe na kanë gju veshët merre. Se sa herë thriçim babën komitet partisë. Atë të vëmë kapak. Ne u bonim gati, syç gjithmonë duhet një vizë. Por problemi është këtu. Mu nuk më shqetëson fare absolutisht se nëse unë shoh për shembull
kur se nuk du ta bëj bisedën politike, kur dalin këta djathit në rrugë, dalin 2-3 vetë komandanta seksionesh, janë ata që i kanë pa hajrin kur kanë qenë administrat. Asnjë njeri tjetër nuk del në rrugë. Pra, populli e ka kuptu që kjo është një rrenë e madhe. Dhe populli nëse nuk e kupton që e djatha shqiptare janë imprenditorë shqiptarë, është Gjergj Luca që punon, që i jep mira familjeve. Dhe ne kemi kërku demokracinë për të kërku lirin dhe për të kërku independencën në punë që të bëjmë të familjet forta. Dhe nuk ka partin demokratike, po ka imprenditorë shqiptarë që duhet formojnë djathën shqiptare. Dhe mund doli rrylli për këto gjona. Por nuk e do asnjë pjesë këtë gjë dhe rrinë për me majtë maskaradën e tyne, njëra palë me palën tjetër, kupton këtë maskaradë që ja pron majtë hulës të populli. Dhe ky më thot mu, po s'ke frikë për me folë. Unë kam folë dhe kam lef më shumë se sa të gjithë. Por s'kam lënë për me prek një njeri që unë e ndjej, që një njeri që unë e kam shenjë, një njeri që unë i besoj që është idealist. Maro historia. Ta shti, vllai dashur, këto duhet mbyll këto historinat, se si ka kalu, se gjithë kemi qenë të rënum, gjithë kemi qenë të lodhë. Por a ka ardhur momenti tashti, që ne, mbi këtë maskaradë, mbas 35 vjetëve, të themi të vërtetën, të paktën vërtetën ma Ti s'më ma prano mu, vërtetën. Ora syç. Tani ta dëgjojmë pak Fredin. Fred e morë Po çfarë më thoj ton, rrejtë gjë. Ta dëgjojmë pak Fredin. Vërtetën tu mos e thuaj vërtetën. Nuk rrejtë burr po ta çmena burr, jo hapën jo të mbyllën. Jo më jo hapën mbyllën, po të fakte më zotni, fakte. Ta dëgjojmë Fredin. Po syr na dërsite me këtë muhabet. Ka mundësi se me armën e qukët se na lujtë me. Pa e pyete prodhutorin. Ja pra e pyete prodhutorin, pa përgjigje, je përgjigje. Po ja përgjigje dhe do t'i Po siç ke 35 vjet tani. Tash un kam fjalë për ju që ikni në emigracion dhe punoni. Juve ju kputet filmi ditën që ikni dhe kur vini pas 35 vjetëve e keni filmin njësoj. Na çmena për dorë. Çmena lutem tash, po çmena. Çmena vetu. Do na fush vërtet. Pa ikë ja. O syç. O syç. Vërtet a ke më ndaj këtë. 35 vjet. Po çfarë 35 vjet? Ti sa flori ka folti për dotin e Nikës. 35 vjet e ka vujt qënjen e Drek Lucës, njeri që s'ka bërë kompromis me njeri, dhe të Mimika Lucës baraktar e Beleresh. Nuk e ke vujt ti në Amerikë 35 vjet. Ti ka ardhë me nëse ne jemi 90 e flet për dosin. Jo, mos me ne Ne jemi çalesh dosin. Ne duhet menojmë mos digjet Shqipëria. Ne duhet menojmë mos bëhemi legena. Ne duhet menojmë me fut Shqipërinë në Europë. Ne duhet menojmë për gjëra tjera. Ne po dosim. Sa herë del para televizorit dosja. Ti fole për dosje. Të them unë disa. Ata dëgjojmë Fredin që ti fole për dosje për Mimikën. Fole për dosje. Do mlini, Ja dosje. Se thoni rreni, gjithë rreni, keni bërë revolucion, keni bërë këtë temi, na! Keni bërë përmys komunizmit, na! Keni bërë demokraci, na! Ja ku je! Rezultatet flasë! Si s'është përmys komunizmit? Rezultatet Si s'është përmys komunizmit? Keni përmys